Jo 5.000 veta, jo 5.000, po 500.000 të dalin në shesh. Nuk mjaftojnë. Sepse janë 800 e kusur mijë që kanë bërë marrëveshje me mua dhe me Partinë Socialiste. Për çfarë kanë bërë marrëveshje? Se zvërnecin ndonjëherë që ky investim nuk doli sot papritur. Unë e kam thënë fushat. E di se kush janë ato 800.000, të t'ja shpjegoj pak a shumë. Ky është thjesht mendimi im, mbasi e kam dhe gabim. 800.000. Unë si Andrea jam në administrat, punoj në administrat dhe administrat është ky lloj sistemi që kemi sot. Unë punoj me gjithë gruan, për shembull. Tani, duke qenë se unë punoj me gjithë gruan, kam 4 kalamaj për të rritur. E kupton? Dhe të punosh në administrat sot është si të punosh në komunizëm. Dhe në momentin që vjen pjesa e fushatës, pjesa e zgjedhjeve, ai të çon një lloj mesazhi që thotë dua vota nga njerëzit tu. Ti duhet të sigurosh 300 vota ti, 300 vota ti. I thot, mua 300, nusës 300. Çfarë do bëj nusa? Për shembull, do marrë fare fis, shoqërinë gjithë me radhë. Do i thot aman, edhe unë do i them amanëre. Aman jep janë një votë. Më dërgoni foto kur i bëni votën për PS-n se do më heqin nga puna. E s'kam se ku të punoj. Se ky është sistemi, diktatorizëm është. Asgjë më tepër. Nuk është fjalë e lirë. Demokracia është thjesht korniza. Demokraci. Se çka ka brenda, jo kornizë për shembull, e kupton se çfarë lloj pikture ka brenda, atë e dyja ky i madhi, për shembull ky i gjati. Kështu që ndaj 500.000 nëse dalin 800.000 i ken kraj, i ke të gjitha ata lloj ta që përmenda unë, por duke qenë se gjithë ajo protestë që është bërë në Shqipëri janë bërë se kanë qenë gjëra të akumuluara. Dhe ata që nuk kanë pasur fuqinë të flasin kundrejt sistemit dhe kundrejt regjimit, le të themi në një farë mënyrë, kanë marrë guximin duke parë që është bërë një protestë masive për shumë gjëra të padrejta, se edhe ata janë zhgënjur. Dhe vetë militantët janë zhgënjur nga kjo parti që po udhëheq Shqipërinë, se kanë folur shumë dhe nuk kanë bërë asgjë. Pra, kanë bërë më shumë llafe se sa punë. Unë po them, kërkohet turizmi, zhvillimi turistik, ndërkohë jo më larg se sa vjet në Vlorë kishe 2 orë ujë me orar. Vjen 2 orë para dite, 2 orë mbas dite. Dhe sepse unë jam rritur në Fier, e kupton se kam qenë në Fier dhe jetoj në Fier. Vjen 2 orë, mbushnim kovat e legenat 2 orë para ditës, se nuk na dite me 2 orë, nuk shplat shtëpia për 2 orë, e kupton? Tundet shkundet shtëpia për 2 orë. Çfarë bënim, mbushim kovat e vet. Mbushim fuçit, blenim fuçit 2 kuintalshe ose 100 litrosh kanë fuçit e kuqe, që mbushim me ujë që të kishin për gjithë vapën, që të lanin të shplanin, hidhe plaka ujë lavatriçes me edhe mos më thoni që se keni bërë, hidhe ujë me kanaçe lavatriçe sa herë runde plaka lavatriçe që të lash, që ti hidhe ujë se s'kishte ujë lart. E ti hidhe ujë me kova, me plocka. Kështu që në 2026, sot e kësaj dite, ne akoma jemi te plocka. Plocka është kanaçe, është ajo që lash kështu se që lash me dorë, se nuk ka ujë. Prandaj lum kush ka pus, patjetër që po, por për linj, për ujë nuk ka. Prandaj është lodhur ky popull, është lodhur dhe ai militanti që ti ke dhënë sufllaqe, që ke mbajtur për kaq vite, për 13 vjet apo 15 vjet sa drejt që ke pushtet. E ke mbajtur me sufllaqe, por është velur ai në sufllaqe. Është velur se po shikon që fëmia i vet nuk po merr atë frut që ai duhet të ketë. Thjesht po merr frutin e padrejtësisë, po merr frutin e kriminalitetit, e korrupsionit, e shumë gjërat më të shpifur do të fundin në Europë. Çe Europë doni ju? Jeni përfundum grupet gjithë një nga një tek atë. E biles mos të bësh omazh lapidar fare.